Territori i Kosovës për datën 2 tetor 2025 do të karakterizohet nga mod kryesisht i kthjellët dhe i ngrohtë gjatë ditës. Vranësira do të jenë shumë të pakta dhe të shpërndara. Temperatura minimale do të zbresë deri në 13 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale do të ngjitet deri në 25 gradë Celsius në qytetet kryesore. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi verior me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar, rreth 5. Lindja e diellit në Prishtinë më 2 tetor 2025 është në orën 6:27 minuta. Perëndimi i diellit në Prishtinë më 2 tetor 2025 është në orën 18:23 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 14 deri në 25 gradë. Podujev 13 deri në 24 gradë Celsius. Skënderaj 13 deri në 24 gradë. Pej 14 deri në 25 gradë Celsius. Prishtinë 13 deri në 25 gradë. Gjakov 14 deri në 26 gradë Celsius. Malishev 14 deri në 25 gradë. Gjilan 13 deri në 24 gradë Celsius. Ferizaj 13 deri në 24 gradë. Kaçanik 13 deri në 24 gradë Celsius. Suhare 14 deri në 26 gradë. Prizren 15 deri në 27 gradë Celsius.